LDK dhe vetëvendosja bëjnë një marrëveshje politike për çështjen e presidentit, a duhet LDK të insistojnë në figurën e zonjës Osmani? Unë mendoj që zonja Osmani nuk mund të zgjidhet, sepse kjo figurë nuk pranohet nga Zoti Kurti. Po të kishte dashur ta zgjidhte, kishte bërë. Kështu që kjo është e përjashtuar dhe është logjike që për zgjedhur presidentin, pavarësisht se mund ta propozoj LDK-ja, ky duhet të jetë, a do ta votojnë edhe kandidatët e vetvendosjes, ato deputetët. Duhet të jetë i pranuar. Kanë deklaruar që duhet të jetë i pranuar edhe nga shumica tani. Nuk mund të përbijnë ato se çfarë ka thënë zonja Osmani gjatë fushatës. Kush ka deklaruar? Me deklarata drejt lëvizjes vetëvendosje disa ish deputet cilët kemi pasur në këtë studion. Shembull kanë thënë që nuk e pranojnë zonja Osmani për po pra, pikërisht se nuk e pranojnë, nuk mendoj që LDK-ja mund ta shtyjë përpara. E qartë. Tani ata s'mund t'i përpinë, unë them ju bëfshin mirë, se i meritojnë. E qartë, zonja Lama. Po me PDK-na, e shihni si të mundshme? Për zgjedhjen e presidentit, po, mendoj që ka mundësi